Përshëndetje miq të respektuar, po I rinisim videot pas një pauze 15 diqe, ku sante do të mundohem në këta minuta sa I kemi në dispozicion ta shpjegoj njërin prej problemeve më të mëdha, më të thellë dhe më të rrezikshëm, jo vetëm në rajonin ku është I pozicionuar objekti për cilin flasim, jo vetëm në rajonin e Azisë Jugore dhe të Azisë në tërësi, por një problem I rrezikshëm dhe një bombë e kurdisur për gjithë globin e tokës. Fjala është për Kashmirin. Temën e kam quajtur dosja e Kashmirit, term këtë të cilën e kam përdorur edhe më parë, derisa kam folur për Afganistanin dhe e kam quajtur dosja afgane e botuar në 3 vazhdime, dosja palestineze, një temë tjetër në 2 vazhdime, dosja e Kutsit apo Jerusalemit në 3 vazhdime, gjithashtu dosja kurde në 3 vazhdime dhe të ngjashëm. Prej nga ky term, dosja kështu, dosja ashtu, është një term të cilën e përdorin analistët, ekspertët, shkencëtarët e ndryshëm të politikave ndërkombëtare teksa flasin për ndonjë problem me një thellësi historike dhe gjeografike dhe me refleksione të rrezikshmërisë, jo vetëm për vendi ku gjenden, por edhe më gjerë. Andaj, duke e ditur rëndësinë e temës, thellësinë e temës, gjerësinë e temës që është e pafund, e përfat të ketë shumë pak e njohur tek ne, unë problemin e Kashmirit e kam quajtur dosja e Kashmirit dhe do të mundohem ta shpjegoj sante. Nëse arri që krahas pjesës së parë, ku do të flas për faktorin historik dhe ndikimin e faktorit historik në faktorët e tjerë gjeografik, nëse arri të shpjegoj këto dhe më pastaj më lejon minutazha, do të flas për problemin e tanishëm të Kashmirit, të cilin me plot gojë dhe me plot bindje e konsideroj problemi më I rrezikshëm sot në botë, për shkak se rreth këtij problemi ndërluftojnë për vite të tëra 3 shtete të cilat posedojnë bomba ose armë bërthamore: Kina, Pakistani dhe India. Sido që të jetë, njëri prej problemeve më të mëdha, edhe njerë po e përsëriti, më të thellë dhe më të rrezikshëm, që është trashëguar nga shekulli I kaluar, është pikërisht problemi I Kashmirit. Kashmiri gjeografikisht është I vendosur në pikat më të nxehta, më nevralgjike gjeopolitikisht të Azisë. Kjo gjeografi për shekuj të tërë ka qenë e sunduar nga principata, kanate, dinasti dhe mbretëri të ndryshme. Ndërsa kufijt politik të Kashmirit të tanishëm, I cili ndodhet midis Kinës, Pakistanit, Indisë së sotme dhe Afganistanit, janë vendosur në vitin 1846. Se si ka ndodhur, do të mësojmë në minutat në vazhdim. Pra, në këtë video po mundohem të shpjegoj një problem kronik, duke nisur me pyetjen sqaruese. Pse konflikti për Kashmirin midis Indisë, Kinës, Pakistanit dhe Afganistanit në kufi dhe të shteteve të tjera të involvuara aty vazhdon deri në ditën e sotme, kur dihet se humbjet e palëve ndërluftuese janë aq të mëdha sa cilësohen si katastrofike, apo problemi I Kashmirit konsiderohet si një bombë e kurdisur dhe një tragjedi njerëzore e vërtet. Përgjigjja në këtë pyetje nuk mund të jetë aq e thjeshtë për shkak të 2 arsyeve kryesore. I pari, për shkak se kashmirianët ka më shumë se 150 vite luftojnë për ta krijuar një shtet të tyre kombëtar, dhe arsyeja e dytë është fakti se
fuqit globale të jashtme, fuqit e mëdha, të cilat përgjatë gjithë historisë e kanë ndarë botën sipas interesave të tyre, kanë interes edhe sot që problemi i Kashmirit të vazhdoj për shkak të ekuilibrave geopolitik dhe ekonomik të rajonit, nga aty të Azisë dhe nga ndej në gjithë botën. Çështja e njohur si çështja e Kashmirit, që unë e quaj dosja e Kashmirit, është një pjesë e paplotësuar e ndarjes që pati ndodh midis Pakistanit dhe Indisë, apo ndarjes së Pakistanit nga India në vitin 1947. Shikuar historikisht pra, dhe nisur nga vetëndodhja e gjeografisë së këtij rajoni, Kashmiri është i pozicionuar në një pikë geopolitikisht, geostrategjikisht dhe geoekonomikisht si më e rëndësishmja në Azinë Jugore. Përse është kaq e rëndësishme, prapë po them, do të mësojmë në minutat në vazhdim. Kashmiri, i kufizuar nga Pakistani dhe India në perëndim dhe jug, nga Afganistani, Tagjikistani, Kina dhe Tibeti në veri dhe lindje, është rajoni i quajtur ura lidhëse kryesore midis këtyre vendeve, të cilat jo vetëm që pretendojnë të jenë të zotët e rajonit, por kanë pretendime, sidomos dy nga këto vende të cilat i përmenda, të jenë vendimmarrëset kryesore në arenën ndërkombëtare. Fjala është për Kinën dhe Indinë. Përveç konfliktit të vazhdueshëm midis Pakistanit dhe Indisë, që ka nisur në vitin 1947, problemin e bën edhe më të rënd rajoni i quajtur Xinjiang, Ujgur dhe Tibeti pak më poshtë, që janë pjesë të Kashmirit të dikurshëm, por tani nën kontrollin e Kinës. Për aq sa India, Pakistani, Afganistani janë në rrezik dhe shkaktojnë rreziqe potenciale për Kashmirin dhe rreth Kashmirit, po aq dhe e tillë është edhe Kina. Prandaj, thash, fuqit globale, të cilat janë të involvuara aty, kanë interes që problemi i Kashmirit të jetë një pikë konflikti i vazhdueshëm, edhe nëse rreth tij luftojnë 3 shtete të cilat posedojnë edhe armët bërthamore: Kina, India dhe Pakistani. Tokat e Kashmirit historikisht dikur ishin të sunduara, apo të menaxhuara, të administruara, apo pjesë e asaj që është quajtur Perandoria Mogule. Nga vitin 1526, nëse nuk gaboj, deri në vitin 1858, pra 302 vite, deri në vitin 1858, kur Britania i pushton ato rajone dhe e fillon kolonizimin e rajonit e sidomos të Indisë. Çfarë ishte ose kush ishte Perandoria Mogule? Mogulët, Perandoria Mogule, më falni, ishte një perandori e përbër apo e administruar e udhëhequr nga perandor dhe mbretër musliman, etnikisht indian, selgjok, afgan, kurd, turq e të tjerë. Kjo perandori, e themeluar në vitin 1526 deri në vitin 1858, ka qenë ajo e cila e ka përfshi
tër teritorin e semikontinentit indian e tanishme, Bangladeshin ka lindje atje, Nepalin, Bhutanin, një pjesë të Kines e deri këndej të kufit e Irakut, duke llogaritur brenda edhe Persin. Pra, perandorët apo perandoria mogule ishte një vend brenda të cilit ka qenë edhe Kashmiri. Prandaj thash në fillim se këto kufit e tanishëm të Kashmirit nuk janë kufit e ati Kashmiri të kaluar. Ky region që ishte i pjesë e perandorisë mogule, gjithmonë ka tërhequr vëmendjen e fuqive globale, edhe për shkak të vendodhjes gjeografike, edhe për shkak të pasurive të mëdha që i ka. Pas shpërbërjes së perandorisë mogule, Kashmiri, me një diversitet miliona njerëzish, të feve të ndryshme, të racave të ndryshme, të kulturave dhe etnive e sekteve të ndryshme, ndahet si është më keq nga kolonialistët evropian në shekullin e 17 deri në krijimin e Pakistanit, që më pastaj Kashmiri mbetet ky që është sot. Problemi i Kashmirit pra është rezultat i çekuilibrit rajonal. Çekuilibër ky të cilën e krijon Anglia pasi kolonizon rajonin në shekullin e 17, ku vetëm kështu Britania arrin kontrollin total absolut të rajonit të atjeshëm. Pjesa më e rëndësishme e perandorisë koloniale britanike, ose tokat indiane, që atë botë janë quajtur perla e kurores britanike, ishin një burim i rëndësishëm të ardhurash dhe strategjike për Britaninë e Madhe deri në gjysmën e dytë të shekullit 20. Pra, India e tanishme, që ishte pjesë e perandorisë mogule për 302 vjet, për perandorin britanike si kolonizatore është quajtur perla e kurores. India është pjesa e botës e cila për afër 140 vite e ka ndihmuar zhvillimin ekonomik të Britanisë dhe më pastaj e bën Britanin ajo fuqi botnore siç ka qenë dhe siç është edhe sot. Britanikët, të cilët kishin një aftësi tradicionale të balancimit të politikës dhe të përçarjes së palëve njëra me tjetrën, nëpërmes kësaj mënyre të administrimit të asaj pjese, arrin që jo vetëm të përçaj, por që të le pas një mollë sherrri mes këtyre dy shteteve që as nuk mund të imagjinohet sot me terme të gjeopolitikës se mund të gjenë një zgjidhje të shpejtë. Çfarë bëjnë britanikët kur shkojnë atje? Provincën që quhet Jammu. Jammu është ajo pjesa jugore e Kashmirit, që është tani nën administrimin e Indisë së tanishme. Këtë Jammun u ashesin indusve që udhëhiqeshin atë botë nga Gulab Sign dhe atë me traktatin e Amritsanit të vitit 1849 dhe atë me qëllim që të ndryshojnë rrjedhën e ngjarjeve, natyrisht në favorin e tyre, jo vetëm në rajon, por edhe duke i drejtuar objektivet e tyre drejt andej edhe ka arkipelagu Malaj. Ky rajon, Jammu, që është në jug të Kashmirit të tanishëm, deri në atë kohë ka qenë nën kontrollin e fiseve apo të administrimit afgan, që
afganët si etni e pjesës së perandërisë mogule e sundonin deri në atë kohë. E gjithë kjo ndarje dhe shitja e xhamos sigve apo hinduzëve e thellon krizën deri në atë mas sa më është vështirë të gjendet ndonjë zgjidhje e merituar për popullatën e Kashmirit, për kashmirianët. Për shka? Sepse dhe ka ndryshuar demografia e pjesës jugore të Kashmirit, që do ta shpjegojmë më pastaj. Vazhdojmë tutje në për rrugtimin historik të Kashmirit. Derisa Kongresi Kombëtar Indian krijohet në vitin 1885 si përpjekje kundër kolonializmit britanik, disa vite më vonë, në vitin 1906, krijohet lidhja muslimane gjithë indiane, që edhe kjo, sikur edhe Kongresi Kombëtar Indian, krijohen për shporjen e britanikëve nga aty dhe të bashkuar musliman e hindus në rajonin e Kashmirit eventualisht të krijojnë shtetin e tyre. Lëvizja kombëtare indiane, shumë me rëndësi ta përmendi këto, para vitit, do të thënë më njëherë mas vitit 1885, fillon krijimin e kontakteve dhe raporteve bilaterale me perandërinë osmane, në mënyrë që osmanlit t'i ndihmojnë ata për luftën për pavarësi nga britanikët. Ndërsa muslimanët e vazhdojnë kontaktin me perandërinë osmane e më pastaj edhe me Turqinë deri në luftën për pavarësi. Kështu, në vitin 1947, India krijohet si rezultat i luftës së pandërprerë të indianëve, hinduzëve që udhëhiqeshin nga Gandhi dhe Jawaharlal Nehru. Ky Nehru, ju kujtohet juve, sigurisht e dini se ishte njëri prej themeluesve të paktit të pa inkuadruarve, së bashku me Suharton e Indonezisë, Gjemal Abdel Nasserin e Egjiptit dhe Josip Broz Titon e Jugoslavisë së atëhershme. Pra, përderisa indianët vazhdojnë përpjekjet e tyre deri në vitin 1947 për krijimin e shtetit të tyre, Pakistani vazhdon kontaktet me Turqisë, raportet deri në përmasa të pa imagjinueshme, apo të them jo normale midis dy shteteve, deri në momentin kur themelohet Pakistani apo ndahet nga India në kohën e Muhammad Ali Jinnah. Më pastaj, ajo pjesa tjetër e Indisë, në anën lindore, që quhej Pakistani lindor, në vitin 1971 e shpall pavarësinë dhe që quhet më pastaj Shteti Islamik i Bangladeshit. Gjatë ndarjes së territorit indian, që më parë ishte si perandëri mogule, rajonet e Hyderabadit dhe të Kashmirit, në fillim populata e këtyre dy rajoneve mundohen që të tregohen neutral dhe të mbesin neutral për ta krijuar shtetin e tyre, megjithatë India, pas ndarjes së Pakistanit nga India Am, e pushton Hyderabadin dhe deri në ditët e sotshme ajo mbetet nën administrimin indian. Gjatë luftës së ftohtë, India vazhdimisht e ka ruajtur kontrollin e saj mbi atë pjesën që e përmenda pram, Jammu dhe Kashmirin jugor, natyrisht e ndihmuar India edhe nga shtetet e shumta
të paktit të pa inkuadruarve, e sidomos nga Bashkimi Sovjetik i atëhershëm. Në anën tjetër, përderisa India e luante lojën me vendet e pa inkuadruara dhe me Bashkimin Sovjetik, Pakistani, nga ana tjetër, e merr kontrollin e një pjese të Kashmirit, që quhet Kashmiri Azad, fjala Azad rrjedh nga gjuha perse që do të thotë i lirë, Kashmiri i lirë, natyrisht në mbështetje të konkurentit të shtetit të Bashkimit Sovjetik, dhe kjo ishte Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë kohë, përderisa po bëheshin këto ndryshime të mëdha në rajon atje, përderisa kashmirianët po tentonin që ta bënin shtetin e tyre, në rajon ndodhin disa ngjarje të cilat ngjarje kashmirianët i lanë në harres të historisë. Plas lufta ruso-afgane, pastaj revolucioni islamik iranian, dy ngjarje këto të cilat ja imponojnë Pakistanit që të krijon një aleancë edhe më të thellë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pakistani gjatë kësaj kohe merr ndihma të mëdha financiare dhe ushtarake nga Amerika dhe dal ngadalë fillon me e krijuar një pozicion më të fortë dhe më ndikues në territorin e Kashmirit. Megjithatë, asnjëherë mjaftueshëm sa ta kenë fuqinë dhe ta largoj ushtrinë dhe ndikimin e Indis në rajonin e Kashmirit. Tensionet mes këtyre dy vendeve, ndonjëherë të shndruara edhe në konflikte të armatosura midis Indis dhe Pakistanit, pas luftës së ftohtë, pas vitit 1990, në një kohë, për një 15 vite, marrin një intensitet edhe më të shtuar. Shpërbërja e Bashkimit Sovjetik më pastaj e bën që Kina ta shtoj interesimin e saj për rajonin e Kashmirit dhe ta nis njërin prej projekteve më të mëdha rrugore që është bërë në histori pas rrugës së Mëndafshit. Dhe ajo është rruga transkontinentale ta quaj, që niset nga Shanghai nëpër Kashmir, kalon në zemër të Pakistanit për së gjati deri në ujërat e nxehtë atje, rrugë për të cilën Kina ka treguar interesim deri në ato përmasa, sa shumë herë i është kërcënuar edhe Indis se mund të nisin edhe lufta bërthamore midis këtyre. Kina kështu fillon të mbështesë Pakistanin në luftën e saj kundër Indis për shkak të kësaj rruge, mirë po edhe ja vendos një kusht Pakistanit. Une po të ndihmoj tyje që të ndërtojmë këtë rrugë dhe të shndroj tyje si një shtet i rëndësishëm rrugor në rajon, me kusht që Pakistani të ndalon mbështetjen ndaj muslimanëve që gjenden në pjesën e Kashmirit brenda Kinës. E dim ne tragjedit dhe masakrat, gjenocidin e madh, të cilën edhe sot e kësaj dite e bën Kina mbi ujgurët, që në fakt janë pjesa ati Kashmirit të vjetër, tani brenda Kinës së tanishme. Shikuar në përgjithësi, Kashmiri ndahet në atë mënyrë që të jetë një territor i këtill sa shumë herë, me gjithë që po mos të ishin ndërhyrjet e Francës, Britanisë dhe sidomos Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do të ishte një rrezik potencial
i kërcitjes së ndonjë lufte bërthamore atje dhe lirishquaj një lufte globale. Pas përfundimit pra të luftës së ftoftë, tensionet midis palëve herë shkojnë duke u rritur, herë duke u zvogluar. Shikuar historikisht, Pakistani me Indin i kanë zhvilluar 3 luftra të mëdha. Në vitin 1947, 1965 dhe në vitin 1999. Pas vitit 1999 ka pas edhe më tutje konflikte, por jo në përmasat e luftrave. Numri i të vrarëve që ka ndodhur në Kashmir dhe përreth Kashmirit deri më sot numërohet të jetë mbi 2.5 milion njerëz. Andaj thash në fillim të video se a thua a ja ka vle kjo luftë, ky konflikt i vazhdueshëm, dhe e dyta, a thua konflikti në Kashmir është vetëm për shkak të ambicieve të kashmirianëve që ta krijojnë shtetin e tyre, apo është më shumë si një nxitje para përgatitje e fillimisht ndarjes që i bëhet rajonit e më pastaj edhe nxitje nga fuqitë e mëdha për të mos lënë që ky vend të jetë një shtet dhe eventualisht të lidhet me Kinën për t'i cenuar interesat strategjike të Shteteve të Bashkuara atje. India dhe Pakistani pra, të dyja këto fuqi bërthamore, as përse afërmi sot nuk janë në gjendje që ta përfundojnë luftën. Pakistani vazhdimisht ka kontribuar në nxitjen e konfliktit në atë pjesën e Kashmirit që është brenda Indis, duke i nxitur separatistët musliman e herher edhe krahët ekstremist të muslimanëve brenda Indis që të shkaktojnë turbulenca, konflikte dhe luftë me regjimentin e New Dehlit për të shkëputur nga aty. Në vitin 2001 ka ndodhur një ngjarje e madhe që e ka friksuar botën. Përveç shpërthimeve të kullave binjake, India shpreh ose vije deri në pikën e kërcënimit për ta shkatëruar përjetësisht Islamabadin me hedhjen e bombave atomike. Përderisa Shtetet e Bashkuara të Amerikës po mirëshin me problemin e shpërthimit të kullave binjake dhe në luftën siç e quanin kundër terrorizmit islamik, pastaj me Afganistanin, pastaj me Irakun Saddam Husseinin, në rajonin e Kashmirit apo në kufit e Indis dhe Pakistanit ishte momenti i një lufte katastrofike. Për pakistanezët, këtë duhet të them, Kina është zoti i tokës. Në literaturën pakistaneze shkruhet se për pakistanezët bashkëpunimi me Kinën është një bashkëpunim që është më i thellë se deti, më i lartë se Himalajet, më i ëmbël se mjalti dhe më i fortë se qeliku, për shkak se pakistanezët rrezikun kryesor e kanë nga India. Për të mos ju ngarkuar me këtë video edhe më shumë, në videon e radhës do të përmendi interesat e Turqisë, të Iranit, të Rusisë, të Francës, të vendeve arabe, si dhe në Kashmir, si dhe momentet e rrezikshme të cilat tani për tani është duke u pritur një shpërthim me përmasa katastrofike i cili po u nis me hedhjen e bombave atomike, lufta e tretë botërore do të jetë në prag të fillimit të saj. Deri atëherë, mirëmbëjtje.